prezanton në pjesën e kuzhinës për të vijuar me programin e ditës së sotme, edhe ne shijuam për shtyem pak. A gatuhet tani më thuaj ti? Me goca të bukura, me vajza të shkatta, të mbushet shpirti. Kuqezi, sigurisht me këto muzikat, refrenet e përzjedhura nga Lumt më ndjeston që mendon këtë gjëra, më bukur se fëmijët nuk ka asgjë. Mos ku na ecën mbar muaj, herë pas here duhet i sjellim fëmijët këtu në studio, na japin energji të mirë. Atmosferë. A ti them edhe unë biri tim, gocës tim, bëfsh edhe 100? Edhe 100 Dina. Edhe 100 Dina. Biri mamit edhe 100. Ina balerina apo? Dikur i thoshim Ina nga Athina, se balerina se ka peshur për balerina. Po mirë, moj, në 1 maj gjetet Alindësh gocë. Në 1 maj, ditën e pushimit. Ditën e punëtorëve, moj, ditën e pushimit. Në 1 maj ka qenë pushim. Edhe Ina ka lindur ditë Pashkësh. Edhe 1 maj. Ka qenë Pashkë. Do një them që ti e goca e majt. Goca e majt, që në ka dem në horoskop. Lumë mama që të ka. Me këmë në tokë. Vetëm mama, vetëm mama. Dhe gëzuar ditën e punëtorëve, mirënjohje dhe respekt për çdo punëtor që ndërton një të ardhme më të mirë. Megjithëse duhet të jetë një ditë proteste për të drejtat siç ka lindur dhe siç është ndërkombëtarisht kjo ditë, por këtu në Shqipëri është ditë pushimi. Pra, ne jemi ta marrë ditën e punëtorëve. Edhe për ne pushime kemi dhe ne. Tani, na thuaj pak çdo punosh sot. Atëre, do punoj sot patjetër në një tigan të tillë, reshedi ose hasude, në varësi gjithmonë të rrethinave të krajinave tradicionale, tabani popullor, e kemi shtruar çfarë. Gjysha ime bënte gjithmonë për 1 maj ishte më e thjeshtë, jo keku, jo revania ishte më. Sepse me shërbet merte ato 5 lugë, 5 piruj merte dhe i rikëta. Ishte praktika, kjo nuk do forcë. Si vendosni ato pirujnë për balë kështu, 2 kështu, 2 kështu, që të bëhesh e si tel. Këtu, unë do të marë, duke thënë edhe për bërësit, sheqerin. Vendos sheqerin e fillim fare, që të kem një karamelizim. Kam një seshte, që do të atres direkt me ujë. Uj kam diku të 500 ml, e tres, kam arat të thërmuara, rush, si të doni rush të thatë, por ma ara i shkon, bajame pa tjetër, dhe gjalpin. Gjalpin nuk e shtoj, pra vendos vetëm sheqerin që të më filloj vetëm më karamelizohet. Tres, nise shte në uj, dhe sa të kem atë masën që nuk cimentoset, e kemi thënë që nisë shteja cimentoset, dhe arat e thërmuara. Ja. Loj tani, avash. Ja, the që dhe këtë kapakun që kam unë këtu se më pengon. Dhe pa tjetër, unë gjithmonë vendos një furrë të parangrohur. Është legjendare kjo, furra e parangrohur. Do të ngrohet. Dhe në moment që themi parangrohur, që ishin edhe çunat do të ngroh pak. Operator të gjithë me radhë. Përse? Sepse në gatimin tjetër, unë kam një gjellë me gjellë, çorb, supa është e hollë, çorba është më e trashë. Gjella është më ndryshe, prandaj më mirë unë i them çorb, me bath. Por më duhet që perimet unë t'i vendos në furrë, gjë që i kam vendosur. Dhe deri këtu e lët e çorba, sepse do t'a sqaroj më vonë. Sqarojmë pak më vonë. Po perimet kryesore janë vendosur. Domate, karrota, speca, qep. Ja, filloj dhe e shkri. Do thoni ju, po miro Albana, po pastaj çfarë do bëj? Ma do bëj dhe një recel. Dhe një recel me mente. Me mente, prandaj kemi marrë gjithë ato tuftë të madhe me mente. Dhe kot që e kam në ato tufën atje. Sulla me këtu të kemi aromë. Tamam. Erën e majt. Ta më mirë, se dija që bëhesh edhe recel mentja, ta mësoj pak sot si përgatitet, edhe si e përdorim, por në ujë, për shembull, kur e pash, po mendoja te shishja ujit, vendosim një deg e aromatizon ujin. Jo, mos e thuj fare, do na i bësh. Do na i bësh. Do na i bësh avash. Në kam shishe lartë syra. Do na i bësh avash. Derisa të më karamelizohet. Në këto vite, unë kam mësuar goxha edhe nga vajza që sqaron, që flet, që ka bisedat. Nuk do më hante mendja që do mësoja kaq shumë prej teje.
Sa aromë të mirë. Pra jede një enciklopedi më vete. Po, pa tjetër. Por në gjërat e shëndetshme flasim, se në këto janë vetun. Këto nuk e le radhën unë. Aty ka mësuar unë shumë pastaj. Receta, se këtë pyetje më bëjnë të gjithë mua. Kaq vite në këto emisionet e gatimit, kush e di sa receta di dhe sa gatuan. Pa tjetër. Po, tani, që të them? Ja. Arrita të kem këtë krem karamel. Filloj edhe anët. Sa shumë u ersua. Op, direkt. Opa. Mos u shqetësoni që kemi një masë të tillë, fare. Çfarë reaksioni pati? Kemi një krem karamel që shpesh në ëmbëlsirat për shembull që bëhen, të krem karamelin marrin dhe bësh pjesa e qelçit. Edhe marrin pjesë që i vendosin të akulloret apo. Ja. Mos u shqetësoni fare se e gjitha do të shkri. E çoj pak temperaturën. Kam arat, e provoj dhe një arë vetë. Që të di të flasë si është ara. Shikoja. Thjesht duhet ta punoj mirë, që mos në ngelin ato kokrizat. Pra në fillim e ka atë procesin pak të vështirë që forcohet, bëhet si kocke fort, por tani me kalimin e minutave fillon dhe zbutet të bëhet si krem i trash. Do lëvizje të shpejta. Tani është momenti të jedim edhe gjalpin. Gjysëm për gjysëm gjalpin. Sepse jep edhe shkëlqimin, po edhe mban të butë. Po. Bravo. Mire me luk? Ja, se kam alë se... Do dhe pak se ka marrë plot. Ta vë një me kaq, asaj gjysma tjetër fillon. Jep atë shkëlqimin që ne duam. E shkëput kollaj, mban të butë gjalpi, kështu që me njërë pasi kemi shtuar pjesën e langshme këtë recetë. Është e vjetër shumë këtë recetë. Recetë tradicionale që është trashëguar brez pas brezi. Kemi dhe hasuden që nuk ka lidhje me këtë gjë, sepse dhe që thërmia që është si ngjyrë e verdhë. Si dhe mine, pse është rëndësishme që e theksojmë këtë pjesën e trashëgimisë ose kalimit brez pas brezit të recetave të vjetra të trashëguara, sepse edhe shumë libra të cilat janë shkruar në kohë shumë po përpara dhe janë zhdukur, nuk gjenden më. Kështu që këto receta që, ose janë të pakta më sakt, por këto receta të vjetra, cilat vinë nga zonat të ndryshme të Shqipërisë, duke u trashëguar familje pas familje, brez pas brezi, arrin të kenë bjetuar. Tani u bën një masë më e shkëputshme, më elastike. Sepse më duhet të kem 100 gram gjalp. Dhe masat nuk janë më kotë. Ja, ta trazojmë edhe njërë dhe ngrem ta tregojmë edhe pak edhe një herë atë që bëre për para. Kjo është masa që duhet, konsistenca po tekstura që do të ketë kremi. Nuk është tamam një lloj kremi si ato që gatuajmë kremrat e bardhë. Shko si është shife. Shkëlqen, e ka dy fenç. Gelatinoze. Derisa e gjithë kjo masa, shiko, e gjithë masa e gjalpit, tretet, jep të shkëlqimin dhe shife, shkëputja, kjo është shkëputja nga tigani. Tu kuptojmë ne që është gati. Do të shtoj, e kam ullur në nxehtësinë, nuk kokrizohet asgjë. Shtojmë arat tani. Ara bajame, rusht thatë, si të dëshironi ju. Gjiten aty dhe arat balancojnë shumë mirë edhe të ëmblën sheqerin aty të shtuar. Unë do them një sekret. Kur isha në shkollë të mesme, normalisht, për gjithë ato që më kanë pasur në shkollë e din, që në pushimin e madh më vinte gjyshja dhe mësulte ushqimin. Vezën, zier. Mësulte byrekun, pale. Byrekun. Por qëllonte, sidomos kur kisha vizatim teknik dhe kishim nga 2 orë. Pra në javë kishim 6 orë vizatim teknik. Më janë ndonjë ikje, nëse shoqet e mia shkonin dhe shikonin
kinema, për shumë, unë shkoja të gjysha sepse kisha afër, kisha në Tiranë 3, nga i se gjishin Tiranë 3. Kam thënë që nuk dija të gatuaja, e kam thënë këtë dhe e them disa herë, por pas kam bërë mirë dhe ato orë që unë pas kam lënë, sepse i qëndroja te koka, Kur gatuante. kur gatuante. Nuk i qëndroja te koka se do të mësoja, jo. Jo, e di që po bëja një paralelizëm me ditët e sotme, të shkoj gjyshja tek një gjimnaziste në pushimin e madh për t'i çuar ushqimin, duket si e pamundur ditët e sotme. Se nuk e pranojnë ato? Ja. Kam edhe gosma maja, unë kam qenë si këqulla. Jo, nuk ka të bëjë kjo, ka të bëjë me mentalitetin. Sot edhe fëmijët kanë turp të marrin bukën me vete në shkollë. Kjo është masa. Ku do ta vendosim më të mas? E lëm, se do të ftohet dhe më pas do ta shijojmë diçka të ëmbël. E lëm të tillë. Ka të marrë një pjatë shpejt e shpejt se e di dhe pjatën. Së bashku përmbledhim përbërësit e kësaj ëmbëlsire tradicionale me pak përbërës, recetat tona tradicionale ju e dini që kanë shumë pak përbërës dhe shumë shije. Kjo recet quhet hasude ose reshe di. Ju kërkon një gotë sheqer, pra 250 gram sheqer, 200 gram niseshte, 500 ml ujë, 100 gram gjalp ose vaj, arra ose rrush të thatë si pas dëshirës. Kur themi 500 ml ujë, bëhet fjalë për 2 gota. Me gotën që do masni sheqerin dhe niseshten, do të ashtoni 2 fishin ujë. Pra, gota përmban 250 ml ujë, 2 gota të tilla 500 për raportet e masave që ju shihni në ekran. Reshedia dhe asudja, apo asudja është gati. Ne tani shkëputemi për një mesazh promocional, Unë e lash lugën atje me. Dhe testojmë si na ka dalë. Rikthehemi shpejt.